Nuk do prononcohem kur për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot. Zëvendës kryeministres dhe ministres më të pushtetshme të Ramës i është prerë bileta me nisje Tiranën dhe mbërritjen Pojske, burgu i grave. Fundi dihet, por koha nuk parashikohet dot. Për momentin kryeministri Edi Rama ka një siklet që duhet ta kalojë. Çështja e parë është marrja e pandehur e zëvendëses së tij Belinda Balluku, e akuzuar për shkelje të barazisë në tendera, në të paktën 11 procedura, në vlera që i kalojnë 1 miliard euro. Prokuroria Speciale i kërkoi Parlamentit autorizim për të ekzekutuar ndaj saj masën e arrestit, por më parë duhet ta vendosë Rama se çfarë do të bëjë me të. Shpresoj se Bela e tij do jepte dorëheqjen për të mirën e kryetarit dhe të partisë. Ajo nuk po e bën. Ndaj vendimi është në duart e vet Ramës, i cili në këto momente po kërkon kohë, nëse e di se kohën nuk mund ta ketë pafund. AKSH-i është gropa e madhe. Në dosjen e AKSH-t janë njerëzit që kryeministri nuk i bën dot lanet. Nuk ka si të thotë se hëngrën kumbulla e dardha pas shpine, pasi Gostia është bashk e në tryezën e tij. Dokumentet tregojnë se AKSH-i ishte kthyer si bankomat personal në vlera të frikshme për njerëz shumë pranë kryeministrit. Ky hall nuk zgjidhet pa marrëveshje për të nënshkruar marrëveshjen e daljes, nga këneta që ngriti vet dhe për 12 vite e mendoi veten të paprekshëm. Në kohën kur SPAK izolonte në banesë Sali Berisha dhe Ilir Meta arrestohej në mënyrë të dhunshme, kryeministri Edi Rama përjetoi ditët e tij më të mira. Dora përkedhelse ndërkombëtare nuk është më e zgjatur për të. Tani është koha që Rama të bëjë zgjidhje me Belën dhe belatët shumë pranë tij, për të cilën nuk ka si të thotë, nuk dia gjë. Këtë herë nuk do jetë lehtë, ndonse paradoksalisht, lehtësuesi më i madh i tij është opozita e coptuar në ide dhe numra.